Në zgjedhjet e pjesshme të 9 nëntorit që do të zhvillohen në 5 bashki të vendit, do të jenë në garë plot 13 kandidat për kryetar bashkie. Nga këto 5 bashki, vetëm Berati dhe Tepelena kanë nga 2 kandidat në garë, ndërsa 3 bashkitë e tjera, Vlora, Cërriku dhe Mati, do të kenë një garë treshe me kandidatet e Partisë Socialiste që do të kenë përballë nga 2 të pavarur në këto qytete. Për Vlorën, që është dhe bashkia më e madhe ku do të votohet më 9 nëntor, Partia Socialiste ka propozuar emrin e Brunilda Mersinit, e cila la mandatin e deputetit për të pretenduar karriken e kryebashkiakut Vlonjat. Përballë saj do të jenë 2 kandidat të pavarur. Njëri prej tyre, Dionis Sota, mbështetet nga Partia Demokratike dhe aleatet e saj, ndërsa i pavaruri tjetër, Gjergjenika, publikisht nuk zon mbështetjen e asnjë partie politike, por është futur në garë duke qenë aktualisht këshilltar bashkiak në Vlorë. Në Berat, Partia Socialiste ka vendosur të kandidojë nën kryetarin aktual të bashkisë, Ervin Ceca, ndërsa opozita do të mbështes inxhinierin Pavlo Shkarpa. Sa kaq në Tepelen, gara për karrigen e kryebashkiakut të lënë bosh nga Tërmet Peçi do të jetë mes një ish-gardisti si Gramos Sako, i propozuar nga Partia Socialiste, dhe nga ana tjetër, partitë opozitare kanë vendosur të mbështesin kandidatin e pavarur të riun Gabriel Guma. Në Cërrik, gara do të jetë mes 3 kandidatëve. Partia Socialiste propozon Florenc Dokën për të marrë pozicionin që la vakant ministri i ri i bujqësisë Andi Salla. Nga 2 opozitarët, Amarildo Hoxha do të mbështetet nga Partia Demokratike dhe aleatët e saj, ndërsa Eligert Hima është propozuar si kandidat nga Partia Lëvizja Shqipëria Bëhet. Me interes të lartë pritet gara në bashkinë e Matit, ku përballë një kandidatit propozuar nga opozita dhe i regjistruar si i pavarur, avokati Eduard Brajlika, do të jenë 2 socialistë. Altin Bojni do të jetë me siglin e Partisë Socialiste në fletën e votimit, dhe nga ana tjetër, kryetaria gruas socialiste për Matin, Susana Pasha, do të garojë si e pavarur.